Përshëndetje ndjekësit e këtij podcasti Diaspora Reality Show. Unë jam Linda dhe sot jam në terren. Siç e shikoni edhe nga pamja, jam nisur pikërisht nga parkingu i qytetit ku unë jetoj për të marrë një rrugë të largët rreth 2 orë me makinë drejt një qyteti shumë interesant me një popullsi shumë të madhe. Jemi sot në Diaspora Lifestyle dhe në këtë kënd të ri të këtij podcasti sot jam nisur për të vizituar një qytet të ri shumë interesant përpos informacioneve të rëndësishme statistikore për sa i përket standardit të jetës, cilësisë së jetës në këtë qytet. Do mundohem që të ndaj edhe informacione interesante, turistike, kulturore, aq sa më premton koha. Fillimisht ju ftoj të gjithë të bëni subscribe në kanalin tim dhe qëndroni me mua deri në fund të këtij rrugtimi. Leicester nuk është thjesht një qytet, por ka një histori të gjallë të njerëzve që lanë gjithçka pas dhe nisën një rrugtim të ri. Pikërisht në këtë qytet që ka rreth mbi 400.000 banor. Njerëz nga e gjithë bota me komunitete të forta, kulturë të pasur dhe krenari lokale. Ky qytet ka qenë një vend ku shumë njerëz kanë gjetur strehë, mundësi pune dhe kanë nisur jetën nga e para, sidomos gjatë dhe pas luftrave botërore. Leicester u bë një hapësirë e sigurt për refugjatët, me 240 grupe fetare, 14 besime dhe mbi 70 gjuhë të folura. Leicester është qyteti më i madh në mes të Anglisë, i arrin të gjitha qytetet e mëdha shpejt. Ka punë shumë dhe qëra më të lira se Londra. Treni nga Londra në Leicester zakonisht zgjat rreth 1 orë 35 minuta, por mund të zgjatë vetëm 1 orë 2 minuta me shërbimet më të shpejta. Çdo ditë qarkullojnë rreth 81 trena në këtë rrugë të popularizuar. Kjo pamje gjallë, kjo natyrë e bukur, në fakt flet shumë, por që ka një histori shumë të lashtë. Jam pozicionuar pikërisht në lumin sor të këtij qyteti. Ky lum kalon mes Leicesterit dhe është si arteria e qytetit. Është 95 kilometër i gjatë. E dini pse quhet Leicester? Sepse 2000 vjet më parë lindi pikërisht të lumi sor që shikoni pas krave të mi. Ishin kafshat që kalonin këtë lum ku sot është qyteti, njerëzit i ndoqën dhe romakët më pas ndërtuan rrugë. Dhe kështu lindi emri këtij qyteti të famshëm. Britanikët e lashtë ndërtonin forteza të vogla të lumi sor për të ruajtur anijet që kalonin. Romakët erdhën më pas dhe ndërtuan qytetin me mure të forta që ruan ende sot dhe mozaik të bukur si qilima në dysheme. Bashkohet me kanalin kryesor dhe është një vend perfekt për shëtitje, për të kaluar pasditë të paqta apo piknik me njerëzit e dashur. Në fakt nuk ndihet fare zhurma e qytetit dhe është një terapi për shpirtin. Sidomos për ne emigrantët, është vendi ideal për të shpëtuar nga izolimi social. Këtu ndodhet një kafe shumë e bukur, po e shikoj për herë të parë në fakt dhe po ndaloj pak për të pushuar dhe për të shijuar këtë pamje magjepsese. Qëndroni me mua deri në fund. Para katedrales qëndron statuja e mbretit Richard III, e bronzët. Është si një mik i vjetër që të thotë mirë se erdhet. Kjo statuj është simboli i qytetit që kurrë nuk të lë vetëm. Leicester Cathedral është kisha kryesore e qytetit ku ndodhet varri i mbretit Richard III. Statuja e tij e bronzët është shumë pranë, në kopshtin e katedrales. Të dyja janë në të njëjtën zonë historike dhe vizitohen nga mijëra njerëz. Lashtësia e këtij qyteti e bën historinë krejt të gjallë, sikur muret e vjetra dhe guret e lashtë flasin me ne, duke na treguar sekrete qindra vjeçare. Arkitektura dhe stili i lashtë kombinohen aq bukur me modernën, duke ruajtur vlerat e tyre të çmuara, sikur Leicester të jetë një urë mes kohrave, ku e shkuara dhe e tanishmja bashkohen në harmoni perfekte. A e shijuat këtë ultim bashkë me mua? Ju pëlqen stili britanik me shijen e tij të veçantë, me kisha që mbartin histori dhe rrugë që mbushen me turma festive? Komento më poshtë, cilin qytet dëshironi ta vizitojmë në video të radhës.
Unë po largohem tani, por zemra ime mbetet këtu me ju dhe mezi pres t'ju takoj sa më shpejt për aventurën tjetër. Faleminderit që qëndruat me mua. Ju dua.